Palestra sportive e Kung Fu-s në Pogradec është pajisur me një ring modern të standardeve ndërkombëtare, investim që vjen si dhuratë nga ish boksieri dhe biznesmeni Taulant Pupa. Ringu i ri shtohet kushteve bashkëkohore të krijuara në Pallatin e Sportit Arefi Berberi dhe do të shërbejë sportistëve të gjitha grupmoshave, si për stërvitje ashtu edhe për zhvillimin e aktiviteteve sportive. Mbështetja e Taulant Pupës është vlerësuar si një nxitje e rëndësishme për të rinjt pogradecar që merren me sport. Krahas ringut modern, palestra është pajisur edhe me thas të rinj boksi, duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e stërvitjeve dhe përgatitjen e sportistëve të rinj. Ndërkohë, trajneri Dritan Lushka vijon të arrijë rezultate të rëndësishme me sportistët e Kung Fu Pogradecit, duke sjellë çmime nga kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare. Sipas sportistëve dhe drejtuesve të palestrës, investimet e fundit do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e interesit të rinjve për sportin dhe zhvillimin e talenteve të reja në qytet.